Njeriu është në zënk të vazhdueshme me faktorin kohë. Thelbi i këtij problemi është se ajo që ikën nga koha nuk kthehet më, kurrën e kurrës. Nëse jeta vështrohet vetëm nga ky kënd, ajo do të kishte një shije të hidhur dhe vetëm të hidhur. Ekziston edhe ana e ëmbël e jetës. Allahu i madhruar nga mëshira e tij e pakufishme, i ka dhënë robit të vet mundësinë e kompensimit të asaj që ka kaluar, qoftë madje edhe pjesërisht. Ajo mundësi është që vlera e Allahut u ka dhënë disa kohëve që ato të jenë më të vlefshme se kohët e rëndomta dhe veprat. Shpërblimi fituar prej tyre të jetë shumë më i madh se ajo që do të fitojë në kohë të rëndomta. Në këtë mënyrë i është dhënë mundësia njeriu që të arrijë atë që i ka kaluar, edhe pse jo në tërësi. Kohë me vlerë të veçantë dhe sezon e fitim të jashtëzakonshëm, padyshim është muaji i bekuar i Ramazanit. Kjo është kohë e bekuar, panajiri i hapur në të cilën ne do të kemi mundësinë të ekspozojmë atë që kemi, veprat, adhurimet, sinqeritetin, bamirësinë e solidaritetin. Mbi të gjitha, durimin. Dhe derisa bëjmë këtë, jemi shumë të sigurt se të gjitha këto do t'ia shesim Allahut me çmim shumë të lartë, më të lartë se rëndom. Fitimi do të jetë aq i madh, saqë secili do të mbetet i kënaqur.